Mirë se vini përsëri në programin fluturues të fëmijëve, ku çdo episod është një aventurë e re, plot ngjyra, dije dhe dashuri për botën që na rrethon. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, riciklimin, dhe si përmes tij mund ta mbrojmë dhe ta duam më shumë planetin tonë të dashur. E gjithë dita jonë ishte e mbushur me krijimtari dhe argëtim. E veçanta e këtij epizodi ishte se çdo gjë që e bëm e krijuam nga materiale të ricikluara, sende që zakonisht do t'i hidhnim tutje, por që sot u kthyen në vepra arti dhe mësimi. Në fillim, morëm karton cilindrik nga letra e tualetit dhe disa fletë të bardha. Me to krijuam flutura shumë ngjyrshe, secila me ngjyrat tona të preferuara. Ishin të lehta si ajri, por me një mesazh të fuqishëm. Çdo gjë mund të kthehet në diçka të bukur kur përdoret me dashuri. Tregoni si keni emrat? Nisa, po ti? Alpi, Edhe kjo bukuroshja këtu? Ema, Apo më tregoni mua se çfarë po punoni këtu? Kush po më tregon? Flutura, bravo! Po më tregon çka janë këtu? Janë Lutra, krahët e fluturës, bravo! Apo më tregon mua se çfarë ngjyrash ke përdor për me punu fluturën? Çfarë ngjyre është kjo këtu? blu, Ngjyrë kaltër, bravo! E kthejmë ka agji me na po edhe agji fluturën si e kemi kriju? Hajde e kthejmë kështu? O, sa bukur! E Alpi, apo më tregon Alpi mua fluturën tënde si e ke punu? Bravo! Çfarë ngjyre ke përdor për fluturën? Lutër, ngjyrën e verdh, E Ema, si e ka punu Ema fluturën e vet? pravedën, Bravo! Me çfarë ngjyre e ke punu fluturën? e kuqe, Ngjyrën e kuqe. Më pas, me disa letra të tjera, punuam së bashku për të krijuar një glob të vogël, ku e kaltra përfaqësonte oqeanet, lumenjt dhe detet, ndërsa e gjelbra simbolizonte pyjet, fushat dhe të gjitha vendet ku jetojmë ne dhe kafshët. Kjo na bëri të pyesim, kush jeton në ujë dhe kush në tokë? Kështu mësuam për breshkat, balenat, peshqit e delfinët që notojnë në ujë, dhe për elefantët, fluturat, arinjt dhe zogjt që jetojnë në tokë. Kuptuam se çdo krijesë ka nevojë për një mjedis të pastër për të jetuar dhe për të qenë e lumtur. Ashtu si edhe ne. Po më tregoni mua se cilat prej këtyre kafshëve jetojnë në tokë e cilat jetojnë në ujë. Cila është kjo për shembull? tigre, Tigre jeton në tokë. Po kjo Vanessa, kush është? pishki, Peshku, ku jeton peshku? Jeton në ujë apo në tokë? oj, Në ujë, bravo. Po kjo këtu, cila është? zebra, Zebra. E zebra është kafshë e tokës apo e ujit? E tokës, bravo. Te ja, çfarë është kjo këtu? bobleca, Po pra është insekt, është mollkuqja. Më pas kaluam te një mësim shumë praktik. Si riciklojmë? Mësuam se secila mbeturin ka vendin e vet. Në shportën e verdh hedhim plastikën dhe metalet, si shishet, kënaqet dhe ambalazhet. Në shportën e gjelbër vendosim letrën dhe kartonin, që mund të përdoren përsëri për libra apo kuti të reja. Në shportën e kuqe vendosen mbeturinat që nuk mund të riciklohen, si mbeturinat ushqimore apo mbetje të ndotura. Mund tregu mua se pse duhet të riciklojmë ne gjërat? A është qëllimi për me mbrojt ambientin? Me e bo tokën një vend më të mirë, më të përshtatshëm për gjithë, sepse pastaj ata që kujdesen për ambientin i marrin këto shportat edhe mandej i çojnë në vendet e tyre të duhura. Edhe për shembull, prej plastikës munden me i marrë ato, me i shkri përsëri edhe prej asaj shishe mandej me kriju një këmish ose një rrobë të re. Nëse këto nuk i hedhim ne në vendet e duhura, mandej është shumë e vështirë për neve që ato mi riciklu, edhe toka ndotet edhe nuk bëhet ambient as i mirë për bimët, as për neve, as për kafshët, as kënd. Duke ndarë mbeturinat, ndihmojmë që më pak gjëra të përfundojnë në natyrë dhe më shumë të kthehen në materiale të dobishme për botën. Por ne nuk ndaluam me kaq. Përdorëm karton të ricikluar për të krijuar lule, flutura dhe forma të tjera magjike, duke përdorur imagjinatën dhe kreativitetin ton. Çdo ngjyrë dhe formë mbante një histori të vogël, një kujtim që edhe nga diçka e thjeshtë mund të lindë bukuria. Në fund, si një përshafim për tokën, bollëm lule të vërteta. Secila lule ishte si një premtim. Ne do të kujdesemi për ty tokë.
sepse kur mbjellim një lule, mbjellim dashuri. Në një botë ku çdo ditë mund të ketë më shumë plastik se sa flutura, më shumë ndotje se sa lule, ne, fëmijët e vegjël me zemra të mëdha, po tregojmë se ndryshimi fillon me një copë karton, një bojë dhe një ide të mirë. Riciklimi është kujdesi ynë për të ardhmen, sepse toka nuk ka nevojë për superheronj. Ajo ka nevojë për ty dhe për mua, që të kujdesemi për të çdo ditë. Deri në episodin tjetër, mos harroni, çdo herë që ricikloni, krijoni diçka të re, për vete, për tokën dhe për të ardhmen.